shteti shqiptar, le të themi, nga ata që kanë dashur ta lexojnë. Të çudia vetë është domethënë që për zonjën Irena Gjoka, për gjyqtarin Irena Gjoka, as i lede, as këleqja, nuk ka marrë as edhe një lloj vendimi, nuk e ka shqyrtuar fare. Në një farë mënyrë kjo tregon hapur domethënë që kupola e sistemit drejtësisë është minimalisht le të themi ledhatuse për dikë, por mos më thënë e kapur, edhe acaruese për dikë tjetër, sepse për gjyqtar apo për prokuror me shumë herë më pak le të themi problematika në raport qoftë me personalitetin e vetë, me punën që ka kaluar, me profesionalizme apo dhe me pasurinë, sot janë të shkarkuar. Kurse zonja Irena Gjoka, që sepse mos deklarimi i rrem, sipas 192 paragrafi 2, është vepër penale. Kur ty ta kërkon ligjërisht ligji që ti të deklarohesh dhe ti gënjen ose mashtron, atëherë kjo është futur në procedurën që në momentin e dekriminalizimit, ligji i dekriminalizimit konsiderohet vepër penale. Pra, thjesht për këtë arsye këta e kërkuar. Tani, unë e prisja realisht që dosja, se e kam thënë, sepse dosja është voluminoze. Unë nuk di që dosja ka prova për të cilat janë për të çdo dyshimi, se këtë e vendos gjykata. Por, ditë them domethënë që një dosje kaq e madhe e investuar nga ana e Spakut nuk mund të dilte domethënë pa një lloj vendimi nga ana e gjykatës. Dy gjëra ka bërë gjykata, këto pastaj kam analizë, nuk e kam fakt dhe nuk di ta shpjegoj. Gjykata i ka bërë një nder, Fiorella Davidi ose gjykata në tërësinë e vet, i kanë bërë një nder zotit Berisha ose është futur, le të themi, është bërë pjesë e pazarit politik të këtyre zgjedhjeve, se jo pa qëllim domethënë ky gjyq është shtyr disa herë, të paktën 6-7 herë. Domethënë është shtyr. Nuk ndodh në, le të themi, përgjithsisht, jo veçanërisht, po përgjithsisht unë nuk mbaj mend, për shembull në 20 e kusur vite karrierë të time, domethënë që një gjyqtimi, kur shkon çështja e dëgimit çështjes në gjyq, të më ketë shkuar 6 apo 7 herë, domethënë që të kthehet mbrapsht. Se s'ka kuptim, s'ka sens. Këtu gjyqtarja, po them edhe një, po analizoj, nuk po akuzoj. Po analizoj dhe po them, duket sikur është bërë pjesë e lojës politike, sepse i ka, domethënë, ndoshta ka menduar që të mos e rëndoj, le të themi, me ngarkesë procedurale gjyqësore zotin Berisha përpara zgjedhjeve të 11 majit. Që të mos ndikonte ndoshta në elektorat edhe me një ngarkesë gjyqësore ndaj zotit Berisha. Direkt pas 11 majit, siç e shikon, ajo që pritej ndodhi, zoti Berisha dhe Jamar Maltezi dhe ata 3 të tjerë, Fatmir Bektashi dhe të tjerë, do shkojnë në gjykim, do jetë një gjykim i gjatë, sepse asnjëri prej sa i gjatë, se kjo ka rëndësi për ju. Sa mund zgjasë një gjykim mund të shkojë deri 4 ose 5 vite, duke marrë, domethënë duke pritur deri në momentin e formës prerë, si apeli, no? Apeli, sepse gjykata shkallësparë nuk jep vendim prekruzit, pra jep një vendim normal, por do duhet që të jetë gjykata e apelit ajo që e vendos. Pra do mund të shkojë 4-5 vite. Sepse kjo është një çështje që duhet ta kuptoni, është një çështje që nuk lidhet vetëm me provat që ka gjykata ose prokuroria që referon gjykatës, por edhe te dëshmitarët. Çdo gjyq me dëshmitar përgjithsisht është një gjyq i gjatë. Është si puna e gjyqit me medium, pra ka shumë. Pra, zgjatet edhe stërgjatet. Në fund të ditës, si jurist, sepse unë nuk duhet t'jap verdikte kur jep gjykata, si jurist unë shikoj domethënë që politikisht zoti Berisha edhe mund të shpëtoj nga ky gjykim, edhe thashë, se nuk duhet mos keq kuptohem. Pse e them këtë? Sepse zoti Berisha akuzohet për shkelje vepra penale të cilat kanë në përbërjen e vet kolegjialitetin e Këshillit të Ministrave. Pra, zoti Berisha nuk është Këshilli i Ministrave, po është kryeministri, kryetari i Këshillit Ministrave. Nëse do gjykohet zoti Berisha, i bie domethënë që dhe ata 16 apo 17 ministra që kanë firmosur ato vendime për atë, të merren pak a shumë domethënë të bëhen bashkëpunëtorë në këtë histori. Por ama nuk e mendoj të njëjtën gjë për dhëndën e tij për Jamar Maltezin, sepse dhëndën e tij Jamar Maltezi nuk ka thjesht çështje procedurale, por ka çështje të deklarimit të pasurisë në këtë gjykim. Pra, po them që zoti Berisha edhe mund të shpëtojë nga kjo histori, por jo zoti Maltezi. Këtë e thashë kam analizë politike. Që do shkoj 5 vjet kjo punë. 4-5, ditë të ta them se si mund të moshë edhe më të madhe, a mund dënohet në burg natë moshë. Ja, se dënohet sot, imagjino dënohet nesër. Pra kjo ideja që mund dënohet. Ligji shqiptar ka të procedura, kodi i procedurës penale ka të parashikuar mbi 75 vjet ti nuk bën burg, vetëm në rastet kur ti kapesh në flagrans me një vepër shumë të rëndë penale, e cila vepra e rëndë penale është vrasja.
Për tek saja... Pra, mund shkoj deri në 5 vjetë avokat kjo çështje. Deri. Dhe Berisha nuk rrezikon. I referohesh dhe apelit, besoj. Me gjithë apel po flas. Me gjithë apel që të marrin. Gjithë apel gjithmonë po flas. Dhe nuk Berisha nuk preket, po të them Ajo duhet ka gjyqësisht një drejt, sepse ne kishim një çështje shumë të thjeshtë, ishte çështja Babale, mos gaboj, dhe u zgjat 4 vite, 4 vite. Jo më kjo që është më e komplikuar, ka më shumë njerëz, ka më shumë prova. Dhe kjo ka më shtypjen. Si e lexon që gjyqtarja e dha vendimin pikërisht pas zgjedhjeve. Dhe do ta kisha dhënë këtë vendim, po nëse Berisha do i fitonte zgjedhjet. Tani ne kemi paragjykuar pak këtë çështje politikisht, po përfshir këtu edhe Leonardin, po edhe avokatët tjerë shumë të mirë, kanë qenë të qartë koherent gjatë gjithë kohës që kjo çështje kishte vetëm instancion, që ishte gjykata. Nuk kishte ku shkonte. Pra edhe sikur të donte gjyqtarja Davidi ta pushonte, nuk e pushonte. Këtu ka, mos gaboj, Leonardo, një vendim gjykatës lartë, që ja ngushton hapësirën, por duke qenë se ne çdo gjë e përfshim me politik, me insinuata dhe në një farë mënyrë tendenca është për ta zhbërë fare pushtetin e gjyqësorit, por nuk është kështu. Një gjyqtar nuk mund të marrë dot një vendim të palishëm, apo jo? Jo, vendimin e ka marrë të lishme e Denis. Pikërisht pra, këtë po them pra. Ne edhe sikur të kishte vullnetin maksimal gjyqtarja për ta pushuar çështjen, nuk e pushonte dot. Këtë duhet të them pak a shumë. Jo, harroj atë, nuk e bën. Kështu që nga kjo pikpamje çështja ka qenë e zgjidhur. Edhe vetë le të themi trupa mbrojtëse e Berishës e ka ditur këtë dhe për këtë arsye është shtyrë dhe efekti i shtyrjes ka qenë pikërisht për zgjedhjet në mënyrë që mos të përdorej çurja në gjykatë e çështjes para zgjedhjeve edhe si një lloj preteksti nga Berisha ose për të mos bërë pjesë e garës. Më fal që DDB. Se kjo nuk duhet bëj skup. Denis, nëse do një gjyqtare ose një gjyqtar që të mos e çojë çështjen deri në këtë faze, pra që të mos ketë nga mbas një, le të themi, trajt politike ose një insinuat politike, të siguroj që nuk priste 6 muaj. Po. Dhe unë këtë e nis nga eksperjenca, unë nuk futem në mendjen e gjyqtarit. Le ta quajmë favori që mund i ketë bërë, po ajo është dhe taktika e avokatëve, se çdo gjë ajo e ka bërë sipas procedurës. Po, dhe avokati ka bërë punën e vet në një farë mënyrë. Nuk i mirë pret ajo, po të doj. Dakor. Thot një herë, 2 herë, unë jap gjykimin dhe marroj filmin. Unë po them, atë që po them unë që duket sikur nga njëra anë zonja Davidi, gjyqtarja, ka edhe një vendim të drejtë, madje duke i bërë edhe favorin e mos ndërhyrjes në procesin zgjedhor, të cilin ti apo unë mund të themi jo, dha pse bëre këtë, se shkelje funditës do të shkonte edhe përpara zgjedhjeve. Unë gjykoj domethënë që ka dhënë një vendim shumë të mirë. Dhe s'ka ndërhyrë aty kur nuk do ndryte humbe me këllqet e tua, po edhe në gjykat do shkosh, sepse do paraqitesh ose do japësh llogari. Se është vetëm rrugë. Po. Okej, sepse ajo nuk është se i futet themelit çështjes, por gjithsesi nga ajo. Ideja është Denis tani që Berisha humbi zgjedhjet, tani dhe u hap edhe le të themi u mor dhe i pandehur formalisht. Leonardo ka një drejtë kur thotë, po ta vësh re, sot vendimi u prit me shumë qetësi. Imagjino ky vendim po t'ishe marrë 10 ditë para zgjedhjeve. Do ishte një zhurmë e jashtëzakonshme mediatike. Jo, dakord jam me ty. Qoftë nuk ka asnjë deklaratë nga Berisha në këto orë. Cili do jetë fati i Berishës pas kësaj, Denis, sepse fati i Berishës nuk lidhet fare me këtë vendim. Ta bëj parashtrimin se ideja është që me fitoren e zotit Trump, Berisha doli nga apo zbriti nga balkoni, pra ju hoq masa e sigurisë. Me fitoren e zotit Trump erdhi lasivita në Shqipëri, pra u krijua perceptimi sikur reforma në drejtësi tashmë i kishte marrë orientime nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës që ta hiqte, le të themi, giotinën nga Berisha. Por vazhdojmë të jemi aty ku e lam. SPAK vazhdon me të njëjtën, le të themi, me të njëjtin intensitet goditjen mbi atë pretendimin më të madh Sali Berishës që po goditet lideri i opozitës. Unë e thash edhe një herë, Berisha këtë çështje nuk është se mund të jetë unë nuk besoj të paktën që ai do të fokusohet te kjo çështje gjatë këtyre muajve, është një histori e gjatë kjo që nuk ka për ta prekur, edhe sikur të futet në zgjedhje Berisha në 2029, prap kjo çështje thjesht do ta shoqëroj, por nuk do të jetë pengesë për të. Pasi minimalisht do duhet, unë them më shumë se 5 vite, po minimalisht 5 vite. 5 vite i bie 2030. Po pati një vendim shkallës parë mund ndikoj, moralisht. Po, një moralisht, po jo politikisht dhe moralisht.
politikisht dhe moralisht. Po pati një vendim shkallës parë, po ja fut kod Denis, ha? Më falë që të ndërprat Okej, s'ka gjë, po ideja është 2007 për shembull, para 3-4 muaj para zgjedhjeve lokale, merret një dënim dhe zoti Berisha dënohet me 1 vit. Po ja fut kot, ë? Unë mendoj që Berisha nuk është se ka për në këtë periudhë ka për ta përdorur si periudhë tranzicioni, pra unë nuk mendoj se ai do të jetë kandidat siç ishte kësaj radhe, do jetë prapë në 2029. Ai do ta bindja ime është. Do të fol me Zotin ti? Jo, Kjo është bisedë. bindja ime është që ai do ta drejtojë Partinë Demokratike padyshim, po kandidat mund Kjo të është dëshira jote. Jo bindje. Tani unë them që tani se çdo gjë vjen është çështje edhe Trumpi e kishte ndërmend vazhdonte edhe i mandat tjetër, me sa duket e pa që nuk është kaq e thjeshtë kjo punë dhe Gjë sa tha Redi. Vendosin demokratët. Vin dakord, do vendosin demokrat, po Se ti e nashkaron një njerëz moderator në vëlla. Është edhe më e lartë. nuk thash, Redi nuk thash që do heqë dorë nga Partia Demokratike. Sigurisht zoti është i pari, po. Nuk thash që do heqë dorë nga Partia Demokratike, por me që përmendi zgjedhje lokale, Berisha në zgjedhje lokale nuk garon, kështu që nuk besoj se do të nikoj. Po çash. Ai do zgjedh kandidatët. Ore kishte edhe këtë në këtë zgjedhje thoni nuk do kandidojë Berisha për kryeministin e tjerë. Ai është gjë që unë në çdo ku kam qenë, kam thënë ajo nuk diskutohet fare. Jo, siç nuk diskutohet që do jetë prapë 2029. Jo, kësaj radhe ishte kandidat ai. Ai Po pra, ishte kandidat për por në kryeministin. 2029 është edhe 4 vite më në moshë, është vështirë të edhe 5 vjeç, Redi. Nuk është të bësh fushatë të gjitha, kështu që nga kjo pikpamje nuk është kaq e thjeshtë, mendoj unë. Ai do ta drejtojë PD-n, siç e tha, e ka mision ta drejtojë PD-n, po që të jetë me që lidhe me gjykatën, pra. Edhe një herë, në 2027 Berisha do të caktojë të gjithë të 61 kandidatët, për ndoshta përveç Himarës që e cakton Vangjel Dule, se kjo dihet, linja nuk ndryshon për 2 vite apo jo Arians, besoj se ndryshon linja. Kush? Linja PD me Greqinë nuk ka përdryshuar për 2 vite. Se thash 61 kandidat do të caktoj 60 do të caktoj. Për sa kohë ne japim Sazanin që ta ndërtoj Xharet Kushneri dhe në Greqi ndërtojnë këta të opozitës për shembull. Në dojnë ata në Greqi, po mirë. Po kështu thonë për ishuj. Det për det që e ka. Atëherë, 60 kandidat thash unë do t'i emroj doktori në 2027, një do ta emroj Vangjel Dule, atë të Himarës. Në rregull jemi. Dhe kjo emërimi kandidatëve nuk e pengon Leonard për gjyqin. Çfarë do vendimi të ketë gjykata? Që sta se pengon. Moralisht. Ndikon ti thua nën 5 bashki prap më poshtë do vej PD-ja. Tani ç'është ndikoj? Jo, Apo unë po vitem shumë dhe jam i zhgënjur me ty. Sepse është një fare. po përpiqesh që të paragjykosh Oreksin e PD-s. Jo, një sekondë. Se ta shtroj. Leonardi tha, vendimi i gjykatës mund të ndikojë tek PD-ja e Berishës. Dhe unë i thash, në 2027 nuk ka çfarë ndikon, se kandidat do e vendos doktorin me dorën e tij dhe më poshtë se 5 mandat nuk merr, 5 bashki nuk merr PD-ja. Pra, kemi reformë territoriale. Po edhe mund të kemi atë Dirama. Me 35 ton. Domthonë, është një reformë që e di vetëm njëri tani, se di më askush. Jo, çdo gjë e di. As shoqëria civile, nuk e di më vetëm se thonin Berisha dhe Rama. Jo, tani vetëm Rama. Se do ketë rindarje territoresh. Jo, po them unë mund të ketë reformë territoriale. Jo rindarje territoresh, po gjithsesi. Arjan, nëse ke një koment për këtë vendimin për Berishën, okej, unë... Jo, mund të them vetëm 2 fjalë që... Pa tjetër, pastaj nisim... Unë mendoj që Sali Berisha po tregon që është fitimtar i zellshëm, është fitimtar që ja del gjithmonë ban që të humbas zgjedhje po fiton mbi drejtësinë. Dhe kjo është një aftësi jashtëzakonshme. Edhe demokratët duhet ta vlerësojnë shumë këtë kapacitet të këtij njeriu i cili përveç se ka arritur të ndërtojë një lidhje providenciale me Zotin. Shqipëria kishte 4 kompani celulare, i bëri 3, tashmë ka 2, por ka harruar të numërojë dhe kompaninë e lidhjes drejt për drejt me Zotin, cilën e mban linjë private Sali Berisha. Kështu që ky është një avantazh shumë i madh që kanë demokratët, sepse këta të PS-s nuk e kanë këtë lidhje direkte. Edi Rama ka thënë që ka lidhje direkte vetëm me liderët e Bashkimit Evropian. Por nuk ka lidhje direkte. Ta e ka me Macronin. Po, Rama flet me Macronin, flet me Melonin, flet me zonjën von der Leyen, por nuk flet me Zotin. Kështu që për demokratët kjo është një fitore shumë e madhe dhe mos harroni që drejtësia patjetër që ka këtë dimensionin providencial. Dhe ti je fitimtar mbi drejtësinë është aftësi e jashtëzakonshme. Ja ka dalë ky njeri
në 35 vitet fitoi mbi drejtësinë. Dhe gjëja tjetër që duhet shikojmë është kjo që kur unë po shkruaja librin Neoshqiptarizmi, u re një gjë interesante. Ne shqiptarët, edhe vallet, ndryshe nga shumë shoqëri tjera, i kemi karakteristike, sepse i kemi një hap para, dy hapa mbrapa. Nuk janë gjithashtu, për se në të fejtë. Jo, pjesën më të madhe të valleve, edhe në veri, edhe në jug i kemi kryesisht një hap para, dy hapa mbrapa. Është shumë interesante, që Sali Berisha e ka dalë në banë që në këtë vallen, problem shoqëror tani. Në këtë vallen me drejtësinë, të politikës me drejtësinë, ne bëjmë gjithmonë një hap para, dy hapa mbrapa. Pra vallja po shkon aty ku duhet dhe Berisha ja del mban gjithmonë ti pri valles. Dhe ti jesh në krye të valles. Dhe ti jesh fitimtar mbi drejtësinë. Dhe të arrish ta mbash këtë vallë gjithmonë një hap para, dy hapa mbrapa, është aftësi që meriton të konsiderohet të jashtëzakonshme. Ndërkohë, Arjan, ke qenë në Shtetet Bashkuara të Amerikës, si i pe zgjedhjen në Shqipëri nga Washingtoni, le të themi. Si i vlerëson se tani po futemi tek, le të themi, këtë çështja kryesore, ajo që po zihen në opinionin publik, domethënë këto zgjedhje ishin, domethënë, a e zgjidhen problemin e madh që ka të paktën sot sistemi politik në Shqipëri, që duket se është një krizë që sa vjen edhe përkeqësohet dhe riciklohet në kuptimin që bëhet edhe më keq. Po, mund të them që Rama ja doli mban që të vjedh 700.000 votat e veta, por nuk arriti të vjedh 70.000 vota më tepër, të cilat i kishte në 2021, pra ka 70.000 vota më pak se sa në 2021. Dhe kjo s'ka 70.000 vota. S'ka pas 800.000 vota në 2021. Jo, janë bashkë me diasporën. Po themi për vota që janë marrë këtu, është aty Rama. Është 715.000 vota. Jo, është më shumë. 715.000 vota. Mund ta shikosh, mund ta verifikosh. Pra bashkë me votat e diasporës ka kaluar 800.000 vota. Pa votat e diasporës, Rama është 733.000 vota. 733.000 vota, okej, ka 50.000 vota më pak. Me gjithë votat e diasporës, Denis? Me gjithë votat e diasporës ka kaluar 820.000, pra pak a shumë 830.000. Por më shumë se kaq tani vetëm. Kjo thoshte do bëjmë 1 milion vota bashkë me diasporën. Po, shiko pak pra tani. Pra kjo është një vjedhje e tupshme e Ramës që unë mendoj që duhet ta denoncojmë sepse ai ka vjedhur, por nuk i ka vjedhur gjitha. Pra e kaloi një 50-60.000 pa vjedhur. Duhet i kishte me të gjitha. Pra të paktën tia duhet i kishte vjedhur të gjitha. Po pse thua që i ka vjedhur? Pse do argumente kjo? Jo, po sepse Se këtë thot dhe opozita. Unë po i qëndroj fabulës opozitës, pra se opozita thotë që Rama vodhi zgjedhjet apo jo. Po Rama ka marrë më pak vota se në 2021. Jam shumë i bindur. Partia Demokratike, e cila është viktime e vjedhjes së zgjedhjeve, ka të paktën 120.000 vota më pak se në 2021. Po dhe kjo ka vjedhur? Po, Partia Demokratike është vjedhur. Okej. Është vjedhur, por Shytëri Rama nuk i ka marrë për vete, por votat e vjedhura nga Partia Demokratike kanë shkuar tek partitë e reja. Pra kemi një operacion shumë interesant vjedhje. Pra është hera e parë që nuk vidhet tek tenxherja e madhe, por shpërndahet në për tenxhere të vogla, në për gaveta të vogla vota. Dhe këtu Partia Demokratike ka drejt që tjetë e irrituar, sepse në fakt në nderin e Partisë Socialiste do të ishte që t'i merrte të gjitha vetë. Dhe Berisha ka drejt që është shumë i acaruar, shumë i zemëruar, që Partia Socialiste nuk i mori të gjitha vetë. Për ta kthyer në më serioze bisedën. Po, nisur edhe nga një, domethënë deklarata e jotja tek emisioni Repolitics i Denis Mingës, ku në një farë mënyre jeni treguar orakull në parashikimin që keni bërë. Shiko, unë kam mbi një vit që e përsëris jo vetëm në emisionin e fundit. Edhe këtu e ke bërë. E kam thënë dhe këtu, por e kam thënë dhe para një viti tek emisioni i Denisit që rezultati do të jetë 80 vota plus për Partinë Socialiste, madje edhe kur kemi komentuar sondazhin me zotin Zaloshnja tek Denisi, unë kam thënë eksaktësisht këtë gjë. Partia Socialiste tashmë do të jetë 80 mandate plus, me më pak vota. Madje e kam sqaruar edhe këtë. Pse? Sepse rezultati është i tëri kirurgjikal dhe është një marrëveshje
që sipas teorive politike konsiderohet ujdi me konsensus negativ. Kur palët bien paraprakisht dakord për rezultatin, por ama bien dakord edhe për dekorin, spektaklin dhe cirkun që të ndërtojnë, që mos të dallohet kjo ujdi, edhe mos të komentohet, mos të kuptohet, madje as të mos dyshohet kjo ujdi mes palëve. E vetëm mënyrë që këtë ndodhte, është vetëm nëse palët bien dakord. Tani ka shumë njerëz që thonë këto janë konspiracione, se thonë, po pse do duhet ta bënte opozita këtë gjë? Po, se normalisht Por kush është ajo opozitë heq dorë nga të qenurit, le të themi. tani halli në opozitës